kemi pas deri tash në përbërjen e ardhshme të kuvendit. Edhe pse do të ndryshojë struktura, edhe raportin mes partive nuk do të jetë kaq i madh ndarja, por megjithatë përveç PSD-s, e cila ka program të qartë, edhe lufton, edhe deri tikun AK-ja. Nuk shtohim tani Kurti Haradinaj e nxori jashtëloje, po tani më duket e ka radhën Haradinaj. Po Haradinaj veç një farë mënyrë të rjek. Por zoti Gjini është njëri prej njerëzve më të përgatitur politikisht. Edhe unë jam i bindur që zoti Gjini do ta ngres Aleancën për Armërinë e Kosovës edhe në këto zgjedhje, kur presim edhe numri i qytetarëve votuesve të jetë më i vogël, gjithsesi jo që do ta kaloj pragun, por do të shkoj në atë kuotën e vet që zakonisht e ka pas AK-ja, do të jetë 8%, 9%, edhe kjo do të jetë mirë për demokracinë. Në anën tjetër kisha pas dëshirë të madhe që Dardan Molliçaj të përfshihet, edhe pse nuk e ka lehtë. E ka shumë vështira, e dol me një listë vetëm prej 6 kandidatëve, kështu që e ka shumë vështirë. Por opozitarizëm të vërtet, vetëm PSD-ja ka bërë gjatë këtyre viteve, edhe pse s'ka qenë në parlament, por sikur të kishim këtë opozit, sikur të kishim PSD-n, Dardan Molliçajn në Kuvendin e Republikës Kosovës, unë jam i bindur që do të kishte shumë ndryshime pozitive brenda Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse LDK-ja edhe PDK-ja nuk janë duke kryer misionin e tyre opozitar. Me këto dy parti vështirë se mund të rrezikohet, sidomos kur e shohim se listat mbi 90% janë të njëjta ato që i kishim në zgjedhjet e kaluara. Çfarë ishte, profesor? Të pati debata aty brenda, ajo që ndodhi me PDK-n. Fakti që lista doli me vonesë reflekton edhe situatën brenda. Pra, përveç asaj me Limajn që ju e sqaruat se kush nuk ishte dakord të përjashtoi, po ajo vonesa e listës ka qenë taktizim. Për të mbetur e vetmja që kur të dalin opinionistët të merren vetëm me PDK-n, mënyrë të shtërrin këto parti tjera dhe një programe të tëra t'i kushtohen vetëm Partisë Demokratike, domethënë ka qenë në një lloj agjende e para përgatitur, e menduar mirë që të merren vetëm me PDK-n dhe me listën e PDK-s të gjitha televizionet, në mënyrë që të jetë një fillim i fushatës prezent, sepse qytetarët e Kosovës tani më i përcjellin jashtëzakonisht shumë të gjitha opinionet, sepse veç jemi bërë të gjithë politikaj. Edhe duke bërë të gjithë e ka ditë PDK-ja dhe ka taktizu që mos të bisedohet për gjitha partit, ato u shterren, bisedunin natë përpara dhe dita nesërme u rezervu komplet për Partinë Demokratike të Kosovës, domethënë ka qenë një lloj fushate apo një lloj PR-i që të flitet më shumë për Partinë Demokratike në mënyrë që ta filloj fushatën më foreshëm. Derisa unë sot mendoj që zonja Vjosa Osmani. Po, të lutem edhe diçka, profesor, para se të shkojmë te Vjosa, edhe diçka për ta mbyllur me PDK-n. Tani këto 20.000 votat e Limajt nga shkojnë? Kryesisht do të shkojnë në PDK. Nuk dalin votat e Limajt, ose mund të abstenojnë, të ketë abstenencë, por votat e Limajt nuk shkojnë në VV. Ndoshta Limaj po pret rikthimin e Thaçit, se pam edhe një foto që publikuar me dhëzë. Limaj do të kthehet, jam i bindur që zgjedhje do të kemi edhe një herë. Do të kemi edhe një herë ka fundi vitit, kështu që Limaj në ato zgjedhje do të kthehet, por do të kthehet në mënyrë ligjore nëpërmjet Këshillit Përgjithshëm, nëpërmjet Kuvendit kur do ta ketë PDK-ja dhe Lima më nuk do nisma socialdemokrate më nuk do të ekzistojë, sepse e ka të pamundur të kaloj 20.000 vota zoti Kuota, të arri kuotën 40-45.000 vota, asnjëherë nuk do të arri. Por që Limaj patjetër do të kthehet në Partinë Demokratike të Kosovës,
edhe pse Partia Demokratike e Kosovës nuk është më ajo parti që mendojmë është një parti krejt urbane, nuk është më ajo partia e Drenicës. Vendos grupi i Prishtinës. Grupi i Prishtinës mundi ata të Drenicës. Po, ka sepse zoti Urani Smajni tani më është i fortë, sepse i ka siguruar 30.000 vota, në Prishtinë ka më shumë të këshilltar komunal të asamblejës, kështu që ai tani më e den që është i fuqishëm me vota, edhe Vlora Qitaku gjithashtu, edhe Memli Krasniqi, andaj pakthimin e zotit Thaçi ose Kadri Veselit, s'paku prezenca atyre në Kosovë, sepse unë shumë dyshoj që zoti Thaçi do të merret me politikën të ardhmen, por Kadri Veseli sigurisht që do t'i kthehet politikës, vetëm urojmë që ata të lirohen nga gjykata e Hagës. Do ta mbyllim tani me debatin më të madh Vjosa Osmani Albin Kurti. Tani profesor, nga do ta nisni dini ju, qofshin nga ajo që do ndodh në LDK, që duket sikur Vjosa u rikthye për ta përdorur dhe ndoshta nesër edhe të shkojnë në presidencë, pra bëjnë gjithë to zgjedhje thjesht për Vjosa Osmanin. Po, Vjosa Osmani priste udhëhecse e listës së Lidhjes Demokratike. Gabim i jashtëzakonshëm. Me Vjosën edhe dy zonja janë në listë në 10-shën e parë. Kjo ka trënditur njerëzit të cilët në vazhdimsi, sidomos që si që thuhet grupin e Isa Mustafës. Hikmete Bajramin, pastaj Hotin, edhe të tjerë të cilët Arben Goshin, Zotin Zemaj, e plot të tjerë të cilët kanë betur në listë pas në... Edhe vërtet, është shumë e pa kuptimt, se si ata që luftuan deri dje mas shumëti e shkatruan LDK-n, tash ajo zonjë të jetë udhëhecse priste listës. Në anën tjetër, edhe dy zonja tjera, të cilat kanë ndihmuar dhe kanë qenë zonja Statovci, edhe zonja tjetër Reshitaj, ato kanë qenë më të zëshmit brenda, sidomos zonja Statovci. Ka qenë me zësht janë mbrojtje të zotit Kurti. Dhe tani ato mund të hynë deputete e Janina Ymeri mund të mos hynë deputete. Kjo është një padrejtësi e jashtëzakonshme. Janina Ymeri një aktiviste e re politike e cila në sektorin e energjetikës ka bër punën më të madhe për ta demaskuar hajnin e cila ndodhë në sektorin energjetik të Kosovës. Kështu që unë mendoj që në prapasken është një marrëveshje që me njëherë pas zgjedhjeve, vërtet lëvizja vetëvendosje dhe LDK-ja të futen në koalicion, edhe zonja Osmani fare nuk e ka dert pse e lën balë përsëri Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe ajo do të ta siguroj edhe një mandat 5 vjeçor dhe do t'i kthehet bashkëpunimit me zotin Kurti. Ajo e ka bërë këto edhe herave tjera, po e bën edhe këto radhe, siç e ka trajtuar zotin Isa Mustafa, fillimisht zotin Sejdiu, tani për Lumirin nuk do ta ketë fare problem, sepse ato edhe ka familjar, kështu që marrëveshje si duket ekziston. Marrëveshja paraprake, zoti Lumir Abdigjiku mundësisht jetë zavens kryeministër, zonja Vjosa Osmani presidente dhe zoti Kurti kryeministër. Kjo do të jetë pastaj do ta ndajnë qeverinë në pjesë të barabarta, vetëm LDK-ja duhet të mos mbetet nën 17-18%, aty edhe do të jetë shifra sepse me të hidhruarit, me të dëshpëruarit nuk do të shkoj ajo që kanë mendu këta 25-26%, dhe në këtë formë edhe ato që do t'i humbë vetëvendosja do t'i merr LDK-ja, edhe këta do të kenë numër të mjaftueshëm për ta bërë një koalicion pas zgjedhor, edhe do ta kemi qeverinë e përbashkët
LDK VV në të ardhmen, përveç nëse LDK-ja nuk dështon drastikisht. Profesor, të falenderoj shumë për këtë bisedë dhe sipas ngjarjeve dhe zhvillimeve atje duket se do të flasin shumë shpejt edhe e paparashikueshme të themi ajo që mund të ndodhë duke nisur dhe me atë që ndodhi sot, që u regjistrua sot në Drenicë. Të falenderoj shumë për këtë. Faleminderit.